Përshëndetje, dhe mirë se erdhët në Liriendi.com. Në këtë video tutorial do të tregoj se si të bëjmë desktopin me ikonat e paklikueshme. Në fillim shkojmë në tastier dhe shtypim butonin Print Screen. Më pas shkojmë në Paint dhe me anë të tastierës shtypim CTRL+V. Dhe ja pra na shfaqet dhe fotoja të cilën e i bëjmë ekranit. Më pas e ruajmë atë në desktop. Më pas e vendosim atë si foto në desktop. Ja pra tashmë është vendosur si foto në desktop. Më pas i heqim ikonat në desktop. Mund të heqim dhe Rocket Dock-un. Dhe nëse e keni të bllokuar shiritin e startit, atëherë nëse e keni të bllokuar dhe nuk mund ta lëvizni, atëherë hiqeni shenjën e ves dhe më pas vendoseni atë sipër. Ja pra këtu është bërë desktopi me ikona të paklikueshme, nuk mund të klikoni, do me thënë gjithçka është e ngrirë. Nuk mund të klikosh në asnjë vend. Për të rikthyer këtë përsëri, vazhdojmë kështu përsëri, por në mënyrën mbrapsht. Rikthejmë ikonat në desktop. Ja pra rikthyen ikonat, por vendosim foton të cilën kemi pasur më përpara. Rikthejmë përsëri buton shiritin e startit. Rikthejmë dhe Rocket Dock. Atëherë kjo është gjithçka që përgatitëm. Mirupafshim.